Departamenti I urgjencës së një spitali është I aksesueshëm vetëm për ndihmë urgjente mjekësore. Ju shkoni në departamentin e urgjencës vetëm me ambulancë, pas një rekomandimi nga një mjek I përgjithshëm, ose nëse mendoni se keni nevojë për kujdes urgjent mjekësor. Mjeku juaj I përgjithshëm mund t'ju referojë në spital për një ekzaminim nga një specialist ose për shtrim në spital. Ju mund ta lini takimin tuaj vetë me spitalin. Telefononi spitalin tuaj ose lini një takim online nëpërmjet faqes së internetit. Keni nevojë për një përkthyes? Informoni spitalin kur të lini takimin. Çfarë duhet të sillni në spital? Hyni në recepsionin e spitalit. Merrni me vete letrën e rekomandimit të mjekut dhe tregoni kartën tuaj portokalli, aneksin 26 ose një dokument tjetër identiteti. Sigurohuni që të arrini në kohë për takimin tuaj. Kush I paguan shpenzimet? Spitali do të kontrollojë nëse Fedasil do të rimbursojë shpenzimet tuaja mjekësore. Disa lloje kujdesi I kërkojnë fillimisht leje nga një mjek I Fedasil. Pas miratimit, Agjencia Shëndetësore CAMI ose ZIV do t'i paguajë shpenzimet tuaja mjekësore direkt në spital. Shënim, kostot shtesë të tilla si dhoma teke nuk do të rimbursohen nga Fedasil. Nuk mund të vini në takimin tuaj? Telefononi spitalin sa më shpejt të jetë e mundur për të anuluar takimin tuaj. Nëse nuk paraqiteni pa dhënë njoftim, do t'ju duhet t'i paguani vetë shpenzimet. Shpresojmë që ky informacion t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë kujdesin mjekësor në Belgjik. Nëse keni ndonjë pyetje, kërkoni ndihmë nga mjeku juaj I përgjithshëm.